Përshëndetje miqtë mi të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Mësojmë Slovenisht, përkatësisht në rubrikën Gjuha jon. Në këtë video do të mësojmë rreth numrave në gjuhën shqipe, nga numri 1 deri në numrin 10 dhe gjithashtu do të mësojmë numrat edhe në gjuhën slovene. Përpos kësaj do t'i keni edhe disa fraza, disa shprehje të cilat janë mjaft të dobishme dhe të rëndësishme, sidomos për nxënësit të cilët fillojnë klasën e parë, shprehje këto të cilat janë në gjuhën slovene me përkthim në shqip. Le të fillojmë me numrat, numrojmë nga numri 1 deri në numrin 10. Ju lutem, dëgjoni me vëmendje dhe përsërisni pas meje. Ky është numri 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Këta ishin numrat nga 1 deri në 10. Tani vazhdojmë me kuisin. Bëhu gati për të numëruar. Në ekran do t'ju shfaqen disa fotografi që kanë të bëjnë me pemë, perime, fruta, objekte të ndryshme apo kafsh. Ju do t'i numëroni këto dhe pastaj do të gjeni në këtë rast se sa moll janë në fotografi. Filloj. Sa moll janë? Numëroni mollet. I numërojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Janë gjithsej 6 moll. Sa lule janë? Numërojmë lulet. 1, 2, 3. Janë 3 lule. Një sqarim i vogël tek numri 3 dhe 3. Sigurisht janë gjëra shumë të vogla, por që ju duhet t'i dini patjetër, pasi që kur ju i njihni rregullat gramatikore të gjuhës suaj amtare, e keni më të lehtë për të mësuar një gjuhë të huaj. Ky rregull tek numri 3 dhe 3 si numëror është po i njëjti edhe në gjuhën slovene tek numri 2 dhe 2. Në gjuhën shqipe, 3 themi kur numërojmë, sigurisht 1, 2, 3, dhe gjithashtu e përdorim për emrat e gjinisë mashkullore, ndërsa numrin 3 e përdorim si numëror në gjininë femrore. Në këtë rast, lulja i përket gjinisë femrore dhe thuhet 3 lule. Pra, si që thasht, ashtu sikurse edhe në gjuhën slovene dallimin e mes të numrit 2 dhe 2 është ky 2 përdoret për emrat e gjinisë mashkullore, ndërsa 2 përdoret për emrat e gjinisë femrore.
Ky është rregull gramatikor. Vazhdojmë tutje. Sa rosa janë në fotografi? Numrojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janë 8 rosa. Sa pemë janë? 1, 2. Janë 2 pemë. Sa varka shikoni në fotografi tani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa varka janë? 10 varka. Ju lumt. Sa topa janë në fotografi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 topa. Sa zemra janë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zemra. Sa karota janë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karota. Sa yje shikoni në fotografi? Në fotografi është vetëm një yll. Një yll. Numri njëjës. Yll, një yll. Ndërsa numri shumës, 3 yje, 4 yje. Sa peshq janë? 1, 2, 3, 4. 4 peshq. Tani numroni se sa elefant shikoni në fotografi. Në fotografi janë gjithsej 5 elefant. Ju lumt fëmijë të dashur, ishit të shkëlqyer. Ju vazhdoni të shkruani numrat dhe t'i përsërisni. Ne shpresoj që do të dëgjohemi shumë shpejt. Ju përshëndes dhe uroj të jeni mirë me shëndet. Miru dëgjofshim.